Vetë jeta ishte frikë, kauza nuk rritet dhe s'mund t'a vras askush. Çdo gjë që sot frymon ashtu si kjo. Nuk e kemi besuar që na mund të arrijmë të organizojmë një luftë, çfarë e bëm, një luftë pastër çlirimtare. S'kom pritur prej tyne secili me qenë Rambo në luftën e UÇK-s, pas raste kur jam ndi inferior kundrejt trimisë së disave. Ademi me disa tjerë kish pas ardhur dhe kish pas përcjell punën tonë prej distanca, nuk ka dashur me na pengu. Gjithmonë i kam kontaktit me drejt për drejt me Ademin, për shkak të kalumës teme si ushtarak nuk kam dashur me ngjall dyshimet e askush. Protagonistët kryesor të UÇK-s, të cilët tani ndodhen në Hag, të kthehen në familjet e tyre, të kthehen popullit vet. Po unë jam i vetëdijshëm që familjes i kam mungu shumë, e kam lënë anash shumë, sidomos në periudhën e luftës. Shoqja ime në atë kohë i kishte 2 djem, të vegjël, për dorsh. Mirë po ishte edhe shtatzon njëkohësisht, me djalin e vogël. Edhe prej rastit jasharve, edhe deri ka përfundimi i luftës, ajo ka ikë në përmaljet e Dërnicës. Një natë, sonte nga ora 22 vetëm në TV1.